Kandidatët e Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Hajdar Mataj dhe Lisandër Hoxha kërkuan rinumërimin e votave të tyre. Secili me argumentin e tij kërkonin që të rinumëroheshin votat, qoftë edhe për ndonjë gabim të bërë nga numëruesit ditën e procesit. Por një natë më parë janë trastuar po nga partia e tyre, Partia Demokratike. Dio mblodh kas dhe në mbyllje të mbledhjes rrëzoi kërkesën e kandidatëve me 4 vota pro dhe vetëm një kundër. Anëtarët e kas vendosën se 4 kandidatët, Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Hajdar Mataj, Lisandër Hoxha dhe Iliriana Kuçana, nuk mund të legjitimohen si palë ankuese për kërkesat për rinumërimin e votave të tyre. Vetëm përfaqësuesi Ilir Usmaili votoi pro, që kandidatët të kishin të drejtën për të kërkuar rinumërimin e votave të tyre, ndërsa përfaqësuesit Koli Bele, Elvin Lako nga PS dhe Ledio Braho Elvis Cefa nga PD ishin kundër. Ata argumentuan se sipas kodit zgjedhor, ankimin mund ta bëjë vetëm subjekti politik dhe jo kandidati. Pas këtij vendimi, mjeku Ilir Ali Mehmeti tha se kanë krijuar një artific me qëllim për të rrëzuar kërkesat e tyre. Iliriana Kuçana u shpreh se ka prova që vota e saj është tjetërsuar dhe se do ta çojë betejën e saj deri në fund.